Në zemër të Laborist në fshatin Kot të Vlorës ka nisur zyrtarisht fushata elektorale e ish deputetit të zonës Vullnet Sinaj, sot kandidati Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Një atmosferë ngrohtë e mbushur me entuziazëm dhe energji, ku banorët të zonës të rije të moshuar ishin mbledhur për të treguar mbështetjen e tyre për përfaqësuesin që prej 3 vitesh u ka qëndruar pranë. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë dhe figura të rëndësishme të pushtetit vendor dhe qendror, mes tyre kryetari i Bashkisë së Lenic, Nertil Bellaj, si dhe i deleguari politik për qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi. 11 maj do të votojmë masivisht Partia Socialiste dhe Edi Rama. Ju me mbështetjen tuaj kërkojmë ta jepni mandatin e 9 në qarkun e Vlorës. Mes emocioneve, kandidati Sinaj u shpreh se nuk e prisej një numër kaq të shumtë njerëzit dhe se është ndjerë thellësisht mirënjohës për këtë mbështetje. Gjithë kjo pjesëmarrje është rezultati i punës që kemi bërë në këto vite, pavarësisht se unë vetë e kam darë mendjen që këtu në Labëri nuk do bëj fushat. Edhe unë këtë nuk e quaj fushat, po e quaj një bashkëpunim të tërë së bashku. Nuk do ta quaj fushat sepse nuk dua të flas shumë për rezultatet, se sa dua të them që fjalën e parë. Edhe pse më vlerësoni edhe më respektoni, unë kam akoma kërkesa ndaj vetes time, kam pretendime, nuk jam i kënaqur 100% për atë që kam bërë. Pavarësisht se ju thoni që kam bërë shumë. E zgjodhëm Kotën për të treguar se kështu siç kemi bërë Kotën, duam të bëjmë të gjithë Labërin. Një borxh të madh kryeministrit Edi Ramës për çfarë ai ka bërë për zonën tonë. Të gjithë kanë kërkuar, por asnjëri nuk e ka bërë, përveç Edi Ramës. Përveç Edi Ramës, syt nga lumi i Vlorës nuk i hodhi asnjëri. T'japim votat Partisë Socialiste dhe Edi Ramës për mandatin e 4 për Shqipërinë europiane, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Në përkrahje dhe me vendosmëri, fjalën e mori dhe Bledi Çuçi, drejtuesi politik për qarkun e Vlorës dhe një nga figurat më të njohura të politikës në vend. Ai vlerësoi figurën e Vullnet Sinaj si një model të përfaqësimit dinjitoz në kuvendin e Shqipërisë. Është një kënaqësi e veçantë që ta fillojmë këtë fushat këtu në Labëri në prezencën e kaq shumë njerëzve. Ja u them me bindje që nëse ka një deputet që duhet jetë i kënaqur dhe i shpërblyer në politik, ai është Vullnet Sinaj. Është Vullneti sepse sa herë më ka marrë në telefon në 6 të mëngjesit apo në 12 të natës, në të 8 vitet që ai ka shërbyer dhe ju ka përfaqësuar në kuvendin e Shqipërisë, më ka marrë vetëm dhe ekskluzivisht për hallet tuaja. Unë e kam cilësuar edhe në grup parlamentar, edhe në kuvend, si deputetin model të Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë për sa i takon raportit që ai ka me komunitetin. Jam i bindur që Vullneti dhe pa diskutim Partia Socialiste që e ka kandiduar për herë të tretë, do të marri këtu në Labëri një rezultat historik që nuk e ka marrë në 34 vite që kemi në tranzicion. Pa diskutim që Partia Socialiste e meriton që të marrë dhe mandatin e radhës. E meriton së pari për transformimin që ka bërë për Shqipërinë, për Vlorën, por edhe për krahinën tuaj të mrekullueshme. Gjithë qarku i Vlorës do të jetë destinacion kryesor i mesdheut në shumë pak vite. Me aeroport, me marina, me porte, me plazhe të mrekullueshme. Në 2027 ne presim të firmosim kontratën me Bashkimin Evropian. Mos të neglizhojmë asnjë vot në 11 maj, sepse na duhet një mandat i fortë, nuk na duhet thjesht të vazhdojmë qeverisjen për inerci, por na duhet një mandat i fortë për të qenë të denjë, për të përfituar atë pasaport ku thuhet Bashkimi Evropian dhe Republika e Shqipërisë si një shtet i vetëm.
Takimi me banor të fshatit Kot të Vlorës njëherët ishte edhe çelja zyrtare e fushatës elektorale kandidatit socialist Vullnet Sinaj.